Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka mbërritur në Tbilisi për vizitën e tij të parë në Gjeorgji, e cila do të zgjasë deri të mërkurën dhe gjatë së cilës ai do të takohet me presidentin Mihail Kavelashvilin, kryeministrin Irakli Kabaxhigjen dhe kryetarin e parlamentit Shalva Papushvili, si dhe patriarkun Iliën e dytë. Si pjesë e vizitës, presidenti Vučić do të vizitojë gjithashtu rajonin e Kahatenit, si dhe manastirin e Shën Gjergjit në Aleverdi. Në dhjetor të vitit e kaluar, presidenti Kavelashvili bëri vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi. Gjeorgjia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Gjykata në Prishtinë ka urdhëruar 1 muaj paraburgim për 5 meshkuj të ndaluar dje në Shtërpse dhe Gjilan, me dyshimin se si pjesëtarët e policisë serbe dyshohet se kanë marrë pjesë në aksionin e Reçakut me 15 janar të vitit 1999, konfirmoi për Kosovë Online avokatin e Bojsha Vllajić. Seanca dëgjimore për paraburgim u mbaj dje dhe avokatët morën vendimin e gjykatës vonë brëm. Në mëngjes, policia e Kosovës kreu një operacion në komunën e Shtërpsës, në Gotovush dhe në fshatrat Viqa dhe Brevce. Me atra zyra për Kosovë dhe Metohi tha se bëhet fjalë për një dhunë sistematike, politike dhe institucionale në Prishtinë, ndërsa lista serbe deklaroi se këto arrestime janë një valë e re e friksimit dhe përsekutimit të serbëve. Danica Marinković, gjykatësia hetuese, e cila në janar të vitit 1999 udhëhoi qehutimin për Reçakun dhe autoritetet në Prishtinë po krijojnë një praktikë të re gjyqësore dhe se po gjejnë dëshmitar që do të dëshmojnë rrejshëm. Pas 26 vitesh është absolutikisht e dënueshme të arrestosh njerëz për Reçakun dhe Reçaku është i pastër. Ne të gjithë e dim të vërtetën për Reçakun, tha Marinković për radio televizionin e Serbisë, duke shtuar se ishte një aksion antiterrorist nga policia serbe dhe se nuk është e qartë se për çfarë akuzohen të arrestuarit. Ajo gjithashtu kujtoi se edhe disa dëshmitar shqiptar para tribunalit të Hagës thanë se Reçaku ishte një bastion i UÇK-s dhe pjesëtarëve të armatosur të asaj organizate morën pjesë në konflikt. Kandidatja listës serbe për deputete Jovana Radosavljević ishte në Zvicër javën e kaluar, ku prezantoi pozicionin e komunitetit serb në Kosovë para grupit parlamentar të miqësisë së Serbisë dhe Zvicrës dhe theksoi veçanërisht problemet e drejtësisë tranzicionale si dhe procedurat kundër serbëve, shpesh pa prova relevante. Në parlamentin e Zvicrës, gjatë diskutimit për zgjatjen e mandatit të kontingjentit zvicran brenda KFOR-it, u ngrit çështja e mbrojtjes së të drejtave të komunitetit serb në Kosovë dhe Jovana Radosavljević thotë se është më e rëndësishme të njoftohen partnerët ndërkombëtar me pozicionin e vërtet të serbëve në Kosovë. Nxënësit e klasave të fundit të shkollave fillore në veri të qytetit të Mitrovicës sot filluan të japin provimin përfundimtar me një test nga gjuha serbe, përkatësisht gjuha amtare dhe letërsia, ndërsa në ditët në vijim pritet të japin provimin nga matematika dhe një lëndë zgjedhur. Sot 72 nxënës dhanë pjesën e parë të provimit në shkollën fillore Sveti Sava në veri të qytetit të Mitrovicës. Nxënësit e klasës së 8 që dhanë provimin e gjuhës serbe në Leposavić thanë se për Kosova Online se pyetjet nuk ishin të vështira. Provimi përfundimtar zhvillohet gjatë 3 ditëve dhe nga sot deri te mërkurën dhe mbar gjithsej 40 pikë për regjistrimin në shkollën e mesme, ndërsa suksesi në shkollën fillore mbart maksimum 60 pikë. Nëse Kosova do t'i bashkohet projektit amerikan për gazin, sipas mendimit të kryetarit të iniciativës Pupin Vukvelebit, kjo mund të sjellë me vete një dozë më të madhe mbështetje politike për Prishtinën, por ai thekson se administrata Donald Trumpit është përqendruar në marrëveshje konkrete që nuk nënkuptojnë automatikisht mbështetjen politike. Damir Dizdarević, koordinatori i programit të Fondacionit për një shoqëri të përgjegjshme, thotë se Prishtina mund të ketë një interes politik për t'u bashkuar me projektin, por se kjo nuk është një zgjidhje afatgjatë në aspektin e energjisë.
Presidenti i Aleancës së Biznesit të Kosovës Agim Shahini beson se Kosova duhet të hyjë në atë partneritet sepse do të ketë gaz më të lirë për ekonominë, si dhe se çdo gjë që vjen nga Amerika është e mirë për Kosovën. Bashkëpunëtori i lartë i Institutit Hudson në Washington, Daniel Koçis, thotë se përfshirja e Kosovës në rrjetin amerikan të importit të gazit natyror të lëngshëm është një çështje strategjike dhe biznesi për Washingtonin. Moti nesër në veri të Serbisë do të jetë me diell me vranësira të vogla, në rajone tjera në mëngjes do të jetë me vranësira dhe me shira me bubullim në disa pjesë të vendit dhe me diell gjatë ditës. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 16, kurse ajo maksimale ditore nga 25 deri në 29 gradë Celsius.